Sot, unë vlerësoj dhe përgëzoj vendosmërinë e Shqipërisë dhe përpjekjet e saj për të bërë shtet antar i Bashkimit Evropian dhe kjo në saj të, në veçanti, rolit tuaj, Edi, një rol as pak të vogël sigurisht dhe angazhimit tuaj personal në këtë proces. Javën e shkuar, ashtu siç e konfirmua pra edhe në konferencën ndërqeveritare, ne e pamë ecurinë e Shqipërisë dhe Shqipëria në fakt ka përmbushur piketat e ndërmjetme për grup kapitullin e parë të çështjeve themelore. Kjo tregon që shtetet anëtare kanë kuptuar dhe vlerësuar angazhimin e Shqipërisë për të vijuar dhe për të ecur përpara më tej në antarësimin dhe rrugtimin e saj pra drejt BE-s. Dhe ky është fillimi i një faze të radhës, një faze tjetër e cila është impenjative, e cila do të përqendrohet tek çështja e zbatimit dhe tek historiku që do të ketë Shqipëria. Dhe siç e thoni edhe ju shpesh, edhe këto reforma më shumë se sa kushte të vendosura nga Bashkimi Evropian janë në fakt zgjedhje nga ana juaj për të ndërtuar institucione të forta demokratike. Që do të thotë që një angazhim i vazhdueshëm i prekshëm politik për sundimin e ligjit dhe për ruajtjen e një gjyqësori të pavarur dhe llogaridhënës janë themele thelbësore për antarësimin në BE. Ju inkurajoj që të përshpejtoni përpjekjet tuaja për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ne ndajmë plotësisht me presidentin bindjen se pjesa kryesore e punës sonë këtu mbetet puna jonë, që do thotë ne kemi detyra për të përmbushur, jo për hir të Brukselit, apo Berlinit, apo Parisit, po për hir të përmirësimit të performancës së shtetit, të institucioneve, të pushteteve të pavarura në Shqipëri. Dhe sigurisht që tani në këtë fazë theksi kryesor është zbatimi i atyre reformave që janë kryer me sukses, apo i gjithë këtyre ligjeve që do të vazhdojnë të hyjnë në trupin e organizmit ligjor të Shqipërisë nga aki komunitar apo trupi ligjor i Bashkimit Evropian. Natyrisht që është një proces me shumë sfida, me të drejtë presidenti na ka sugjeruar që të rrisim përpjekjet për të njohur publikun e gjerë me të gjitha këto sfida që shoqërojnë çdo hap që ne hedhim përpara. Kemi folur për eksperiencën e Portugalisë në momentin përpara dhe pas hyrjes, për eksperiencën e fermerëve, për eksperiencën e prodhuesve të verës, për sfidat që ata patën për të adoptuar, sfida shoqëruara me dhimbje, por pastaj të pasuara nga sukses dhe rezultate shumë më të mira për fermat e tyre, për prodhimet e tyre.